Rruga panoramike Shirok-Zogaj po nënshtrohet një transformimi të thellë duke kaluar nga një aks i ngushtë dhe i amortizuar në një rrugë moderne, funksionale dhe e sigurt. Ky investim strategjik pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë në përmirësimin e jetës së banorëve dhe në zhvillimin e turizmit përgjatë liçenit të Shkodrës. Shoqëria që e kapën dorë herë. Zhvillimi duket po fillu mirë. Për rrugën janë të bëjmë brenda standardëve, që shohim, deri tash janë të punu mirë. Janësia tona edhe këta, si i thonë, pjerësit janë të eliminu, për deri tash mirë është. Se si jena të kënaqur. Kush e ka vendin tonë të? Na jena të kënaqur, faleminderit pritonëve. Rruga shumë mirë, kënaqur jena, mirë kena dashur me no bë. Me kohë, inshallah çdo gjë më mirë. Aktualisht punimet janë në fazë të avancuar. Janë realizuar thuajse të gjitha gërmimet dhe mbushjet përgjatë gjatësisë së rrugës, ndërsa mbi 80% e strukturave mbajtëse janë drejt përfundimit. Traseja është hapur në rreth 90% të gjatësisë, duke lehtësuar ndjeshëm qarkullimin gjatë kohës së ndërtimit. Njëkohësisht ka nisur vendosja shtresave rrugore, ndërsa po vijon edhe sistemimi i ujrave të bardha, një masë kjo kyçe për të shmangur përmbytjet dhe dëmtimet nga rreshjet. Ndërhyrjet përfshin gjithashtu zhvendosjen e linjave ekzistuese të tensionit dhe të ujësjellësit. Pjesë integrale e projektit është dhe ndërtimi i sistemit KUS që siguron kanalizimin dhe kullimin e ujrave. Deri më tani është realizuar mbi 35% e kësaj linje. Rruga e re shihet si një projekt jetik që jep fund dekadave të izolimit dhe e kthen zonën e Zogajve në një destinacion të aksesueshëm edhe të denj për potencialin që mbart.